standing here, see me in my wholeness. Healing is the closest, 'cause this is where my hope is. Oh, I am here. Mirëmëngjes në një video të re. Unë jam Rea për të gjithë ju që nuk më njihni dhe do të nisim një vlog produktiv e hënë dhe javë produktive, sepse tani jam veshur, jam përgati, sepse kam nisur aktivitet fizik dhe kam zgjedhur të nis pilate, sepse më frymëzon më shumë dhe kam nevojë për qëndrim më të mirë, edhe mendoj se pilates është ajo që më duhet, qëndrim më drejt. Nuk është se fokusi është për të dobësuar, por për të ndjerë më mirë me veten dhe të jem më e shëndetshme. Prandaj po mbajmë edhe një regjim ushqimor të shëndetshëm, edhe pak aktivitet do na bëj shumë mirë. Dua që ditët që nuk kam pilates të bëj vrap në mëngjes. Është ora 7:30, që kështu më po shkruaj pak tek agjenda ime mbi studio, shpejt programin për ditën, edhe kam vendosur planin ushqimor, çfarë do ha në mëngjes, në drekë dhe në darkë. Drekën e kam përgatitur që dije edhe darkën matje, dhe bëra shkruajta gjithë organizimin e orareve, pilates, do vi në shtëpi, do bëj një dush, punët e shtëpisë, gati për një takim, kam një takim në orën 1, kam vendosur edhe orarin e takimit, gjithashtu në orën 3 kam lënë takim rezervim tek parukerja, sepse dua që të errësoj flokët, ja thash edhe te vlogu i parë. Edhe pastaj kam organizuar gjithë ditën që do shkoj tek studio, do bëj pakot gati, edhe kështu me radhë. Por po ndaj edhe këto pikat kryesore që të gjërave që do bëj sot, dhe më kryesorja është pilates, dhe është për të duar trokitur, më saktë. E bëjmë një zemër këtu, sepse kam shumë kohë që dua që ta nis, edhe më vajti vonë. Alë, sa vajti ora? Ika tani. Ika, të paktën e kam afër shtëpisë, që është gjëja më e mirë, prandaj po shkoj. Kam diku të 15 minuta. Edhe kështu goca, ju uroj një javë sa më të mbarë dhe ditë sa më të mbarë. Nëse hëna nis mirë, jam e sigurt që edhe gjatë gjithë javës do jetë mirë. Pilatesin do ta bëj 2 herë në javë. Kushton pak, me thënë të drejtën, se është diku tek 150 euro për 2 herë në javë, por të paktën mendoj se po investoj më shumë tek pjesa e shëndetit tim dhe më kryesorja. Ju e dini që unë kam pasur probleme me shpinën, nuk e mbaj fare mirë, edhe më jep ndonjëherë dhimbje, edhe kam bërë dhe fizioterapi, edhe mendoj se është vendimi më i mirë për të bërë pilates për këtë pjesë. Pastaj të shohim se si do shkoj rrugës, edhe është shumë e vështirë. Unë kam bërë një klasë pilates dhe është shumë e vështirë, dhe ma nuk më kam fjetur gjithë natën me stresin që do shkoj sot, edhe do vuaj atje, edhe janë koj malë gjithë ditën. Por do bëhem e fortë do shkoj, dhe kisha javë dhe muaj që jo dojni sot, jo nesër, dhe më në fund erdhi dita. Prandaj nëse dhe juve doni të nisni palestër në vrapin, ta nisim së bashku, të jemi të frymëzuara. Prandaj kjo video për të gjithë ne që jemi çik dempel në këtë anë. Pastaj për ju gocat që keni vite që ushtroheni në aktivitet fizik, bravo, jeni të papara. Jeni super të forta. Ciao!
Hello, jam në shtëpi. Si që pat, ishë bëra klasën e pilates dhe mendoj se shkoj mirë. Dhe është ora 9:20 dhe unë jam shumë e lumtur dhe krenar për veten time sepse unë sjella herët edhe si një person që të paktën 2 vitet e fundit është çuar nga krevati në orën 9:30 edhe duke qëndruar kohët në internet. Jam shumë krenare që pas ka shumë kohësh u çova në orën 7, u bëra gati, u vesha, u bërë pak make-up, shumë pak make-up dhe kam vendosur SPF-n me ngjyrë nga Transparent Lab të është pa parë, shkoni sa po kush e duket fytyra. Edhe dua të kujdesem për veten time, shkova aty, u vesha kështu me rozë, të ndihem mirë me veten, edhe mendoj se shkoj më mirë se herën e parë. Edhe pse sot kisha dhimbje, por më duk pak më e thjesht edhe mund ta bëj. Çdo njeri mund të bëj diçka që e ka pak me frikë, e ka pak me sikletë dhe në fund të ditës shumë dembele kam qenë këto kohë nga aktivitetet. Edhe thash, jam shumë e lumtur që nuk u zgjova sot në orën 9:30 dhe bëra diçka të mirë për veten time dhe për shëndetin tim. Jo e dini që unë kam probleme pak me shpinën, kam bërë edhe fizioterapi disa kohë, para 3-4 vitesh, dhe është një aktivitet që mua do më ndihmoj shumë pilates dhe prandaj kam sjellur edhe këtë gjë. Tani do bëj një dush trupit. Flokët nuk do t'i laj sepse siç që thash kam lënë orar tek parukeria në orën 3 për t'i lyer dhe nuk dua që t'i laj dhe të shkoj që t'i lyej pas disa orë sepse është ai miti, nuk e di nëse është e vërtet që nuk mban boja aq mirë sa do ishte në një flok që të paktën ka 2 ose 3 ditë pa u lar. Unë në fakt kam goxha ditë pa i lar flokët, po nejse. Edhe kështu gocat e mia, dhe thjesht ju hapja dhe t'ju thoja që nëse ju po mendoni për një aktivitet, niseni dhe sfidojeni veten. Dhe kështu po thoja aty tek pilates tek klasa, po thoja që më tha, po pse nuk erdhën në orën 9? Tash jo, thash, dua që ta godas pak veten në disa gjëra që mendoj se mund të më bëjnë më mirë, të bëhem një person. Të paktën të zgjohem në orën 7, të bëhem një person mëngjesi. I don't know why I feel this way, but every time I hear your name. Bëra disa punë shtëpie dhe tani do dal dhe po më dëm trupi. Edhe outfiti për sot, nuk e di, kam shumë ekstrem ftohtë dhe do të takoj dhe një shokë që vlerën edhe do të çoj edhe agendan. Se keni ide sa më dëm trupi. Kam dhe ftohtë. All my worries disappear, yeah. It's all because of you. I feel the way I do. You make my dreams come true, yeah. It's all because of you, because of you. And I don't fall in love so easily, 'cause I don't wear my heart up on my sleeve. Yeah. I don't know if you feel the same, but every time I hear your name, my worries disappear. It's all because of you, yeah. I feel the way I do. You make my dreams come true, yes you do. It's all because of you, because of you, because of you. Hajde këtu. Pse më i bukur. Hajde, po i kanalve të marri ushim juve? E dini lagjen juve. Hajde. Hajde edhe ti tjetri. Hajde, Maçin. Hajde edhe ti tjetri. Hajde. Ui,
zemër. Uj zemër. Uj zemër. Si vinë macet e lagjes. Hajde, u bukurosh. Bukurosh, hajde. Hello, kush u bë brune? Brown. Reja. Dhe këto janë flokët e mia të reja. Dhe më pëlqen shumë si kanë dalë. Shkova në një parukeri që nuk kisha shkuar ndonjëherë, me thënë të drejtën, e pash në Instagram. Dhe aty ju shkruajta, lash një takim, edhe më pëlqejnë shumë flokët, duken shumë herë më të shëndetshëm, më shumë shkëlqim, sepse floku im është i shëndetshëm, është shumë i shëndetshëm, thjesht ngjyra e verdhë gjithmonë ka tendencë të tregojë ndonjëherë sikur i ke djegur flokët, edhe më pëlqejnë shumë natyralja dhe mendoj se është shumë e bukur dhe nuk kam ndërmend të kthehem tek bjondja, sepse kështu është shumë nice. Shkoni sa herë që po fryn, sot tani do të thënë është dita tjetër, erdha tek studioja, do merrem pak me disa pako, bëra një reels me make-up, që dhe make-upin e kam qarë duke përdorur këtë shumë e mirë, kjo SPF-ja nga Transparent Lab, që është edhe me mbulim, dhe rri super mirë në fytyrën time, nuk kam vendosur fondatim, por shikoni reelsin edhe aty ju kam treguar më shumë se si isha para dhe se si duket pas, po fryn ka shumë erë dhe këtu tek studioja është pak më shumë në kodër, edhe këtu ndihet shumë dhe prandaj dëgjoni edhe këtë shurmë. Në shurmë kur në poliçane dëgjoja shumë, kur isha vogël edhe më kujton. Më pëlqen. Dëgjoni, besoj se gjithë dëgjoni, po më vjen telefoni tani. Apo mora pakot e Zarës, që do t'ju tregoj tani. Një haul shpejt. Nisim nga hapja e pakove që kemi marrë. Unë pres edhe një pako akoma më të madhe, por ta hapim një këto. Nisim tani, të shofim, edhe disa nga gjërat që kam marrë më fart janë bërë me më shumë ullje tani, disa gjërat e tjera janë shitur, nuk gjen më. Do me thënë, unë i kam marrë me çmim, ato janë bërë me më shumë ullje, por nuk e se janë më në website, që këtu nisem. Kam marrë këtë pelushin, që është kështu. Ta provojmë? Provojmë të shohim se si duket, më pëlqen që është me këtë ripin, madje mendoj të bëjmë në TikTok ose në Instagram ndonjë video që nga lëkur brenda, duke i provuar tamam me outfite më të përshtatshme, me këtë puloverën, se normale me këtë duket bukur. Edhe kështu, provojmë si kemi. Okej. Mendova se do ishte më ngrohtë, por pëlqen që ka këtë kështu. Të ripin, por nuk e din qëse do të mbaj. Se me ndoni duket që të çuditshëm. Edhe kam shumë gjëra. Kështu si e kam veshur me këtë puloverën, stonon, po nuk e di. Më jepni edhe komente, nëse është e mundur poshtë tek tia komenteve, do vlerësoj dhe do t'i lexoja. Madje këtë bluzën bleva këtë herë që vajtëm për shopping tek Tegu, mora tek HM-ja, dhe kam marrë me super çmim. Duket a 12.000 lekë kam marrë, por shumë e bukur, ka filluar pak të pusha vitet këtu. Nëse është më super pëlqen, duket shumë shik. Nëse këtë e provuam, se më pëlqen shumë, ndoshta duhet ta kisha marrë masa L, dhe ishte shumë prej e vogël. Ndoshta duhet veshur me diçka të hollë, me diçka fine, poshtë, nuk e duket nice. Sa i bukur. Nga 50, unë kam marrë me ullje, se kam marrë 50, por që nga wow! Keni parasysh këtë fustani, ka qenë i kuq, që e ka bërë Hailey Bieber shumë viral, edhe fustanin edhe ngjyrë të zi, edhe kuqja ka qenë, që e ka veshur ajo. Wow, sa i bukur. Okej, unë për mendimin tim e super blen që do marrësh veshje rroba tek Zara me ulje, sepse për çmimin që kam fillestar, në fakt nuk ja vlen fare sepse të prishen. Nuk është se ka cilësi të mirë, por ky që nga
shumë i bukur. Shpresoj që të më rri mirë. Edhe tık si princeshme këtë. Ose i bukur, ta veshëm në pranverë. Se ishte pak i trash, kam frikë për në verë. Po edhe ky një fustan tjetër. Tani unë nuk i mbaj mend, ky ka qenë 40, po më duket e ka marrë 20 ca lek. Dhe është ky, se më pëlqen, dukesh ka shumë çuditshëm. Por ky është më shumë për një vjesht, me çizma, se tani në dimër. Okej. Edhe mund të qëndroj me geta. Është kështu, sepse nuk duke natyr, por nice. Që masë e ka marrë të dy tregoj dhe masë më, nuk ose po i provoj, por aman të keni një ide. Kjo që nga shumë i bukur. Te e ka marrë 28. Është ky. Por në fakt, ngjyra ishte më ndryshe në web. Qëse keni përësitur dhe ju goca që qëse e keni parë. Shumë nice, në 26 thot. Din që se do të mbaj, më pëlqejnë shumë këta, do të mbaj, sa më vdes për këta stil romantik, edhe shumë nice, shumë i ëmbël, dhe kam shumë qef që këtë stilin, ta veshësh me xhaket, me xhaket të zezë oversize. Pastaj ka marrë kjo që është kjo, e pa e kurosur, gjëmë që nga në o zocat meshme. Është kjo pulovra, shikoni pak. E re dhe të vinë në këtë gjendje, unë nuk e di. Normale që do ta kthejmë. Ka qenë 46, më duket këtë e ka marrë për 20.000 lek. Por do ta kthej. Kjo duket fix fare, si shumë e përdorur. Fare nuk më pëlqen kjo, do ta kthejmë. Pastaj, marrë këtë pulovrën, kjo më pëlqeu se ka dhe pjesën e shallit, që më duket hiqet si aksesor. Është shumë nice. Por edhe materiale që nga skandalos, kur është bërë këtu në dyqar kështu, pas ndarë këto pushat, mendo ta përdoron. Ka qenë 46, më duket e ka marrë edhe këtë në këtë 22.000 lek. Duhet të futet tek webi tash. Shikoj, më pëlqen shumë kjo pjesa e shallit, shumë romantike, shumë nice. Pëlqen. Edhe ishte më mirë se e para. Kjo një këmish 35, nuk t'ja fus kot për çmimin duhet. Nuk e di. Është kështu, por që nga nice, që nga e bukur, më përdonë e bardha kjo, shumë e bukur dhe me pupa kafe. Këtë do të mbaj se më pëlqen, shkoni sot bukur, ai pas ka pjesën e duarve, që i ka kështu të lirshme, dhe duke shumë të bukura. Pjesë të duarve. Do të mbajmë këtë dhe me fund shkon, me fund të shkurtër, mendoj se do më pëlqej. Iku kutia e parë, hapim kutia e dytë. Më duket se janë taka këtu. Më duket se janë një palë taka, jo. Këtë që nga kjot. Është kjo bluzja. Sa e bukur, diqa për këto 30, duket e ka marrë duket e 12. Po, që ka marrë, po më duket të bëmë më shumë ullje. Edhe që nga shumë e bukur. O zotë, se e bukur si këto bluzka që dua unë dhe kam shumë qef. Shumë nice, shumë e bukur, shumë unë. Shikoni pak të këto, sa e bukur. Që nga pak e madhe reja, qa masa më duhet kësha marrë sënë. Sa e bukur, po do të mbajmë norma që dojmë bëjmë. Sa e bukur diqë. Shikoni me goca, shikoni, është shumë e bukur. O zotë, sa e bukur, kjo më pëlqen nga shumë në materiali dhe shpresoj që të rri mirë. Ta kisha marrë masa së dhe ishte super, që të rrinte pak e ngushtë sikurse, por nejse. Pak këto ne ka marrë. Tani, ka marrë këtë tjetrën rozën. Sa e bukur. Me këto gurat këtu. Mendoj e rozë pak më të ëmbël si rozë, më rozë, jo ka që pudër, por është nice. Dhe duhet të kisha marrë masa lësh që të rrinte pak, ka marrë mend, duhet të merrja masa lësh që të rrinte pak më oversize, më më e derdhur në trup, se kjo që nga shumë fikse, doja që të ishte pak më e derdhur, më e varur, por nëse e bukur më pëlqen. Mirë është të marrë bluze, sepse gjithmonë ankohen në verë të bluze. Qa është kjo? Gjysmë golfi. Është
Ky gjysmë golfi, kështu. Materiali që nga i mirë. Nuk më pëlqen ka. Por golfin e pas ka pjesën e golfit të bukur, se pas ka të ngrirë. Edhe nice. Na si bëjmë të fare çfarë ka marrë. Nuk e di këtë. Dyshoj për këtë golfin. Pastaj ka marrë këtë blun. Ja, kjo është, kështu e doja edhe atë rozën. Kaq të derdhur sa kjo, sa e bukur. E dini që ngjyra, kjo ngjyra do jetë ngjyra e 2026-s. Gjithë pranvera dhe vera, këtë ngjyrën do ketë ngjyrën blu dhe mendoj se ngjyra blu më shkon shumë. Edhe po ju para lajmëroj që do jetë ngjyra më in. Duket se më bie telefoni, prandaj shikoj këtë por jo. Shkoni sa e bukur që është tani nga e ka këtej. Jam mësuar që ta mbaj këtej këtë golden për nesër. Kjo e ka nanën e jashtë. Është kështu. Oh, super e bukur. Super pëlqen dhe kjo. Që jemi të ngjyra blu, kemi dhe një tjetër, këtë e ka marrë diku te 20.000 lekë. Shkoni sa nice që është, më pëlqen kaq shumë. Është ky stili i bluzave që unë kam qef. Këto romantiket. Po, kemi marrë dhe këpucë këto. Au, kam marrë këtë fundin, që nga shumë i bukur. Sa i bukur, për shumë i shkurtër mire, ja, ku do veshtin me këta. Pas ka kështu, pas i brek. Do voçka, nise, qa do më mbroj kjo mua? Njësoja, si të më duke mbrejtshka, si të më duket kjo. Nise. Nice. Kështë bukur, ngjyrën e ka të bukur. Të shojmë se si do më riveshur, pastaj. Oke? Kjo është një bluzë, jo, tuta. Kam pa tuta, që janë kështu, sa të bukura. Kam parë në Pinterest këto, me pupa, një kanë atyre të bardhë, syze shumë të mëdha, që i kam dhënë mamit një palë syze, që kam bërë për t'i klintje, dhe unë shuja jap mamit gjëra, dhe pastaj kur ato bëhen, kur dalin prapë në modë, dhe mbapën këtë që të kam dhënë, do ta marr. Mami nuk e si përdor shumë ato syze, të zëse i kishte qef dhe ajo, po janë të Chloes, dhe janë shumë të bukura ato syze dhe mendoj se do t'i marr. Se mund të më shkojnë, se ka dalë në modë syzet e mëdha. Këto si vintage. Dhe këto, shumë të bukura. Këto janë ideja më e bukur që kam bërë. Resti, që kemi modë. Ka marrë këto pantallonkat. Zot sa të bukura. Shikoni sa të bukura. Unë i beva një palë gri 47, si këto. Të ka marrë me ullje dhe janë dhe me rip. Shikoni sa të bukura që kanë. Nuk e di në qoftë se drita është shumë e mirë dhe dalloni do se çfarë materiali fantastik që kanë këto. Janë super të bukura. Në fakt nuk pas kanë qenë shumë shtrenjtë, 28 që kanë. Nuk e di sa i ka marrë me ullje, por që kanë yll të bukura. Super pëlqejnë. Super yll këto. Pas ka marrë gjëra të bukura. Po kjo çfarë është? Çfarë është kjo? Pantallona. Sa të bukura. Pantallona të zeza, bermuda. Ato ishin blu, këto janë të zeza. Nice. Më pëlqejnë dhe këto. Shumë të bukura. Ja, kështu. Kam një palë, bermuda të zeza, por këto i vesh shumë në verë. Domethënë, këtë lloj stili e vesh në verë, pa ato kanë një kështu si që merr ngjyrë të bardhë dhe nuk duket shumë klasike, se ka atë që merrin sikur janë sikur është sportive ajo pjesa elastikut. Edhe këto janë më të lezetshme. Edhe në të fundit fare, kemi marrë edhe taka. Unë nuk kam taka dhe prandaj tash, mishë po bën zara ullje, po marrë taka që të kem gjatë qitë. Tani kam në garderobë dhe do duke bukur takat. Kuptoni vetë jo. Por këto që nga shumë të bukura. Kishte edhe ngjyrë baby blue, ndoshta duhet kisha marrë baby blue, që është në modë, por roza mendoj se duket shumë bukur në këmbë dhe këto që nga fantastike dhe taka, gjë që mund të eci dhe të jem komode. Dhe sa më pëlqen ka, sa të bukura që nga yll. Nice. Edhe ka marrë një parë të tjera. Po ju tregoj këto gjëra se e sigur që
ndoshta po prisni një pak nga Zara ose nuk e keni bërë akoma, që kështu. Shkoni goca për fitoni. Po ju kujtoj. Dhe këto që nga shumë fine. Unë kam një dasëm, domethënë nuk martohem, martohet në shoqja ime në qershor. Edhe ndoshta këto do t'i veshim. Sa të bukura, sa të rozat, po këto që nga shumë elegante, sepse unë tak më të lartë nuk vesh dot. Shikoni sa të bukura me këto kështu hosot. I adhuroj. Këto ishin të gjitha gjërat. Mua e sigur do më vije edhe pak oja e dytë, por ato do ta tregojmë në një video tjetër. Më thoni nëse e doni një video në YouTube përsëri me gjërat që pres nga Zara apo jo. Edhe po mendoj që ta mbyll video, do shifemi në video tjetër, mos harroni të bëni një subscribe, një like, sepse më ndihmon shumë dhe më e rëndësishmja. Të më ndiqni edhe në Instagramin tim Replika me Bea, gjithashtu aty po jap edhe një dhuratë shumë të bukur. Është një mash nga GHD-ja që mbahet ndër mashat më të mira për flokët, edhe ndoshta mund të merrni pjesë aty. Edhe ndoshta e fitoni. Keni kohë, më duket, që në data 23. Kështu nxitoni nëse po e shikoni këtë video. Ju puth shumë, faleminderit që u bët pjesë dhe kaluam kohë së bashku. Mirupafshim!